Në pranga ka përfunduar 52 vjeçari Afrim Meqa si poseduesi i 60 kilogrameve kanabis të sekuestruar nga antidroga e Tiranës. Ka qenë një operacion në fakt ngritur nga sektori i antidrogës e Tiranës, ku kishte më herët informacione për përfshirjen e 52 vjeçarit i cili banonte në zonën e Kryes, si përfshirje në prodhimin dhe në shitjen e lëndëve narkotike, konkretisht e kanabisit. Të paktën janë gjetur 6 thasë me nga 10 kg secila, për në total rreth 60 kg kanabis në automjetin e 52 vjeçarit, vlera që pritet e kapte në treg rreth 60.000 euro. Të paktën grupi hetimor për agjentet antidrogës ka ndyshime se 52 vjeçari ishte i lidhur me grupet e tjera kriminale të cilët funksionojnë si shitës të lëndëve narkotike, jo vetëm në zonën e Fushë Kryes apo të Kryes, por dhe në disa zona të tjera në Tiranë, ku ai më pas të shpërndante. Lënda narkotike dyshohet se ishte kultivuar pikërisht në malsinë e Kryes, megjithatë më pas është bërë gati, shpërndar dhe ndarë në disa thasë dhe gati për shitje. Policia ka sekuestruar jo vetëm mjetin e 52 vjeçarit, por dhe celularin e tij, kjo për të parë ose le të themi për të deshifruar kontaktet e këtij të fundit, për të zbuluar identifikimin e personave të tjerë. Të paktën për disa kohësh ky ishte në skedimin e policisë si i dyshuar për shitjen dhe trafikun e lëndëve narkotike. Policia paktën shprehet se droga kishte destinacion të paktën një sasi e vogël në zonën e Kryes, por pjesa më e madhe në Tiranë, në disa lagje të ndryshme,